Organizuar nga Instituti për Kulturë dhe Kërkime Sociale në Prizren, edhe këtë vit mbahet për të 18 vjet radhëzi Panajiri i Librit të Prizrenit 2026 në Kejt të Shadërvanit në Prizren. Lidhur me këtë panajir, sot kemi bashkëbiseduar me Ditar Kabashin, koordinatori i sektorit letrar në këtë event shumë të rëndësishëm për Prizrenin. Ai me këtë rast ka folur për 5 netët e këtij panajiri ku do të jenë prezent post shtëpive botuese dhe shumë emra të njohur nga letërsia. Organizata jo qeveritare Instituti për Kulturë dhe Kërkime Sociale po organizon edicionin e radhës të Panajirit të Librit, i cili konsiston të jetë edicioni i 18 i Panajirit. Tashmë mund të thuhet lirisht që Panajiri i Librit po maturohet në kalendarin kulturor të qytetit të Prizrenit. Gjatë 5 netëve që do ta shoqërojnë Panajirin, do të marrin pjesë shtëpi botuese nga Kosova, nga Shqipëria, nga Maqedonia. Do të jenë parafërsisht rreth 30 shtëpi botuese, mes të cilave do të ketë edhe librar, që i bie se ata do të sjellin libra të ndryshëm nga shtëpi të ndryshme botuese, prandaj numri i shtëpive botuese të përfaqësuara drejt për drejt ose tërthorazi do të jetë edhe më i lartë. Ne për ta mbajtur gjallë edhe traditën kulturore në Prizren, kemi dhënë hapësirë si çdo vit edhe shtëpive botuese në gjuhën bosnjake dhe në gjuhën turke, që të gjithë qytetarët të mund të gjejnë literaturë sipas preferencave gjuhësore të tyre. Krahas shtëpive botuese, ne, siç e din tashmë edhe publiku, secilën mbrëmje organizojmë edhe program letrar me studiues, me shkrimtar të ndryshëm të spikatur, të cilët vijnë nga Prizreni, nga Prishtina, nga Shkupi, në përgjithësi nga Kosova, Maqedonia. Edhe këtë vit ai tha se panajiri tradicional i librit do të mirëpres botues dhe librar nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia e Veriut dhe gjithë hemisfera shqiptare, duke sjellë para lexuesve botimet më të reja dhe një program të pasur me promovime librash dhe takime me autor. Dhe do të kemi autor dhe studiues eminent. Mbrëmjen e parë do të kemi përfaqësues të jetës akademike nga Shkupi, zotin Zeqeria Ibrahimi, profesorin Rizvan Sulejmani, gazetarin Ismail Sinani, të cilët do të flasin për gjithë veprimtarinë 15 vjeçare të revistës Shenja dhe ndikimin në mendimin mbarkombëtar të kësaj reviste. Në mbrëmjen e dytë do të kemi historianin Shasivar Kabashi dhe gjuhëtarin leksikografin Agim Mullafetahu. Mbrëmjen e tretë do ta kemi shkrimtarin Skënder Zogaj dhe shkrimtaren Hatixhe Çollaku Ademaj. Mbrëmjen e katërt do të kemi gjithashtu 2 historian, profesor Agron Islamin nga Instituti i Historisë Ali Hadrin Prishtinë dhe profesor Shpend Avdiun nga Instituti Albanologjik i Prishtinës, Departamenti i Historisë, dhe panajirin do ta përmbyllim ditën e diel në mbrëmje me programin promovues të shkrimtares Donika Davishevci. Andaj unë cilësinë e koordinatorit të mbrëmjeve letrare të Panajirit të Librit, i ftoj të gjithë qytetarët që të vinë në ambient të hapur në Kej të Shadërvanit përballë xhamisë së Sinan Pashës, Buzë Lumbardhit, duke filluar nga ora 8 në mbrëmje, që ti mirëpresim mysafirët autor, shkrimtar dhe të ndajmë qaste të këndshme letrare dhe intelektuale. Pra, nga mërkura 29 korrikut 2026 në orën 20 në Kej përballë xhamisë së Sinan Pashës në Prizren do të mbahen dhe promovimet e librave dhe shkrimtarëve për 5 net rresht. Ditar Kabashi me këtë rast u bën ftesë prizrenasve dhe gjithë të interesuarve që të jenë pjesë e këtij panajiri tradicional të librit në qytetin e Prizrenit.